100 drur për 100 punëtor, aq sa numëron kompania. Ky është donacioni i kompanisë për projektim dhe ndërtim CEACON. Pronarja Rina Sherifi thotë se këtë nismë morën me qëllim që të kontribuojnë në gjelbrimin e Tetovës dhe qyteteve të tjera. Ajo thotë se drurët do të mbillen në komuna të ndryshme dhe u bën apel të gjitha kompanive tjera që kanë mundësi të japin kontributin e tyre që të kemi qytete sa më të gjelbruara. I kisha sugjeruar edhe kompanive tjera të marrin edhe ata një iniciativë tillë që të kemi një qytet sa më të gjelbruar. Pra ne si kompani kemi marrë këtë iniciativë që të jetojmë sa më pastër në vendin ku jetojmë. Në Tetovë do mbillen 24 drun, pastaj do vazhdojmë në Te Arcë dhe në qytetet tjera ku gjithsej do të jenë 100 drun. Këto drun simbolizojnë edhe punëtorët tonë të cilët punojnë në kompaninë tonë. Drejtori në NPK Samet Bislimi tha se ndihmat e tilla janë të mirëseardhura dhe u bëri apel të gjithë qytetarëve që të ndihmojnë në gjelbrimin e qytetit. Kësparje falenderojmë kompaninë CEACON, është mirëseardhur çdo iniciativë e tillë. Dihet se në Tetovë kemi nevojë për drunj dhe hapësira të gjelbërta, ku sa më shumë hapësira të gjelbërta kemi edhe më ajër të pastër. Unë do kisha sugjeruar edhe kompani të tjera të bëjnë një hap të tillë sikurse kompania CEACON, që të kemi një ambient sa më të pastër dhe më të gjelbëruar. Nisma të këtilla për dhurimin dhe mbjelljen e drurave është një kontribut i rëndësishëm për gjelbrimin e qyteteve dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit. Ky aksion synon të frymëzojë edhe kompani të tjera që të angazhohen në mbrojtjen e mjedisit dhe krijimin e një ambienti më të pastër për të gjithë.